Avokati Elvis Shkambi kundërshton shpalljen dëshmorja të dheut për gjyqtarin Astrid Kalaja, duhet të respektuar ligji. Pas vendimit të Këshillit të Qarkut për miratimin e propozimit për shpalljen dëshmorja të dheut të gjyqtarit të ndjerë të apelit Astrid Kalaja, ka reaguar avokati kujtim Ibrahim mbrojtësi ligjist i të pandehurit Elvis Shkambi, autori dyshuar i vrasjes së gjyqtarit brenda sallës së gjyqit në tetor të vitit 2025. Përmes një deklarate të vendosur në dispozicion të medjave, Ibra shprehet se ndan dhimbjen për humbjen e gjyqtarit dhe shpreh respekt për figurën e tij, por ngre pretendimin se statusi dëshmorja dheut duhet i jepet vetëm në përputhje me kriteret e përcaktuara nga ligji. Sipas avokatit, vlerësimi i figurës së gjyqtarit dhe respekti për detyrën e ushtruar janë çështje të ndryshme nga përmbushja e kushteve ligjore për marrjen e këtij statusi. Pas vendimit Këshillit të Qarkut për miratimin e propozimit për shpalljen dëshmorja dheut gjyqtarit të ndjerë të apelit Astrid Kalaja, ka reaguar avokati kujtimi Ibrahim mbrojtës ligjor i të pandehurit Elvis Shkambi, autorit të dyshuar të vrasjes së gjyqtarit brenda sallës së gjyqit në tetor të 2025-s. Përmes një deklarate të vendosur në dispozicion të medjave, ai shprehet se ndan dhimbjen për humbjen e gjyqtarit dhe shpreh respekt për figurën e tij, por ngre pretendimin se statusi dëshmorja dheut duhet të jepet vetëm në përputhje me kriteret përcaktuara nga ligji. Sipas avokatit, vlerësimi i figurës së gjyqtarit dhe respekti për detyrën e ushtruar janë çështje të ndryshme nga përmbushja e kushteve ligjore për marrjen e këtij statusi. Ja dhe deklarata e plot, në cilësinë e avokatit mbrojtës të pandehurit, ndjej detyrimin profesional dhe etik të reagoj lidhur me vendimin e Këshillit të Qarkut për miratimin e propozimit për shpalljen dëshmorja dheut gjyqtarit të ndjerë. Së pari, dua të shpreh edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta për familjen e gjyqtarit dhe respektin për jetën e humbur në një ngjarje tragjike që ka prekur të gjithë shoqërinë shqiptare. Po aq e rëndësishme është që në një shtet së drejtës, emocionet dhe dhimbja kolektive të mos vendosojnë zbatimin korrekt të ligjit, vlerësimi i figurës së një personi dhe respekti për kontributin e tij institucional janë çështje të ndryshme nga përmbushja e kritereve ligjore për dhënien e një statusi të caktuar.